Pasojat e vërshimeve të 15 shkurtit të cilat prekën Forinën, Llakavicën, Çajlën, Turçanin e Vogël dhe lagjet të Gostivarit u diskutuan sot në seancën e sotme të Këshillit Komunal në Gostivar. Propozimin për shqyrtimin e situatës e bëri këshilltari Sadri Saliu, duke përcjellë shqetësimin e banorëve që presin kompenzimin për dëmet materiale. Këshilltarët votuan unanimisht për përfshirjen e kësaj çështje në rendin e ditës dhe vendosën që në një nga seancat e ardhshme komuna të shqyrtojë mundësinë e saj për të ndihmuar familjet e prekura nga kjo fatkeqësi natyrore. Këshilltari Sadri Saliu theksoi solidaritetin e nevojshëm të Gostivarit ndaj banorëve të dëmtuar. Ai apeloi edhe për rritjen e vetëdijes së qytetarëve, duke nënvizuar se një nga shkaktarët e daljes së lumenjve nga shtrati janë mbeturinat që pengojnë rrjedhën normale të ujit gjatë rreshjeve të dendura. Në kuadër të komunës o formuar një komision i cili kuptohet do të shqyrton ose të marrë parasysh të gjitha dëmet të cilët do të vinë nga terreni dhe do t'i adreson në nivel më të lartë, të cilët kompetencat për to fatkeqësi natyrore, për dëmë shpërblimi janë në nivel qendror, por ne do të kërkojmë edhe mbledhjet të ardhshme pse jo edhe Këshilli Komunal të ndajnë ndonjëmjet, se shpesh dim fatkeqësi natyrore që vërshojnë vende të ndryshme, ne dim që jemi solidarë si komunë e Gostivarit kemi qenë, kur kemi qenë me fatkeqësi natyrore që janë larg, pse më jemi me këto që janë shumë më afër, po shpresojmë që mbledhjet të ardhshme të diskutojmë edhe këtë lidhje me mundësit buxhetore të komunës Gostivarit për ndihmën e familjeve. Por duke ne fatkeqësitë natyrore shpesh ndodhin duke qenë fajtor vetë ne dora e njeriut, për shkak se lumi Vardar nga rrjedha e tij derisa kalon në territorin e Gostivarit, në rrjedhën e tij ka shumë barriera, shumë mbeturina, shumë druj të rënd dhe çka nuk mund të gjesh. Mund të themi se pos e zavencon në Rusinën ose ndoshta mund bëjnë gara se kush është deponima e fortë, Rusina apo lumi Vardar. Ne si Këshill Komunal në të ardhmen duhet të adresojmë kërkesat, por edhe vetë me mundësitë që kemi që mos t'i parandalojmë të fatkeqësi natyrore që mos na vinë dhe të kujdesina për mirëmbajtjen e shtratit të lumit. Kryesuesi i Këshillit Komunal Valdet Xhaferi deklaroi se komuna ka qenë pranë banorëve që nga nata e parë e vërshimeve. Ai vlerësoi veprimin e shpejtë të qytetarëve që evakuan familjet në rrezik, duke shmangur kështu viktimat. Pas diskutimeve, Xhaferi njoftoi se në seancat e ardhshme do të vendoset në mënyrë konkrete se si do të ndihmohen të prekurit. Dhe gjithçka nëse zgabohem ndodhim diku për 15-20 minuta, prandaj duhet i përgëzoj banorët e këtij fshati për nivelin e lartë të organizimit të cilën ata vetë e bën. Edhe një herë duhet shpreh falënderimin për institucionet kompetente të komunës së Gostivarit, të cilët dolën në vendngjarje, si njësitjen e zjarfiksit, po ashtu edhe shërbimet kuadër të ndërmarrjes publike komunale me gjithë infrastrukturën e mundshme dhe pajisjet cilët i patën, cilët u dolën në asistencë banorëve edhe të fshatit Forin, por edhe të gjitha lagjeve tjera dhe fshatrave tjera gjatë ditës në cilën patëm vërshime. Sot shohim mundësinë që të njëjta situatë të diskutohet, debatohet dhe në seancat e radhës të shihet mundësia cilat janë kapacitetet e komunës së Gostivarit për mundemi të dalim në krah në ndihmë edhe në aspekt financiar banorëve, të gjithë banorëve, në të gjitha lagjet, në gjithë fshatrat, por edhe në fshatin Forin ku ishte domi më i madh atë natë, që të mund të kompenzohen sadopak të zbutet e gjitha ajo goditje që e morën nga fatkeqësia natyrore. Safet Hasani nga sektori për punë komunale, komunikacion, mbrojtje dhe shpëtim theksoi se komisioni ka bërë vlerësimin e situatës dhe ka pranuar ankesat e banorëve, por nuk ka kompetenca ligjore për të përcaktuar shumën e kompensimeve. Ai paralajmëroi se ngjarja e 15 shkurtit duhet të shërbejë si këmbane alarmi dhe bëri thirrje për pastrimin e lumejve dhe kanaleve për të parandaluar vërshime të ngjajshme në të ardhmen. Qytetarët kanë adresuar disa kërkesa, është formuar komisioni. Tash edhe këtu neve kena një dilemë. Komisioni është formuar vetëm ta konstatojë gjendjen se ka pas vërshim. Nuk është ta bëjë konstatimin se dëmi material sa është. Për ta vlerësuar dëmin se sa është dëmi, duhet të ketë vlerësues të licencuar. Kur janë te kompetencat e lumit, ne duhet ta shohim ligjin për menaxhimin e ujrave. Neni 134 e obligon edhe komunën, edhe ndërmarrjet të cilët kujdesen për kanalet e ujësjellësit. Vendet urbane ku ka shtëpia, ku është e banueshme,
kompetencë është komuna, a në vendet rurale, ku kalon lumi, kompetencat e kanë drejtoria e ujrave. Këtu do të bëhet një dallim, ne me ato do të ulena edhe të hartojmë një plan strategjik për në të ardhmen mos na përsëriten këto vërshime. Ndërkohë banorët e zonave të përmendura vazhdojnë të presin kompensimin për dëmet e shkaktuara nga rreshqet intensive që çuan në rritjen e nivelit të lumenjve dhe daljen e tyre nga shtrati. Fatmirësisht nuk pati humbje jetësh, por dëmet materiale janë të konsiderueshme.